Ke shqiptarizëm, emrin e madhe, malësi e madhe, ka vetëm malësi e madhe. Unë mendoj që janë shumë arsye, por disa që unë mund t'i shprehi, që ata që lexojnë ose ata që njohin mirë malësinë e madhe, besoj që mendojnë kështu siç e mendoj unë. Fishta, një poet shkrimtar, yni kombëtar, kryeveprën e tij e ka lahuta e malësisë madhe. Kjo ka një domethënie. Anën tjetër, në malësitë madhe, kryetrimi Dexhe Luli, bashku me shumë burra nga Dugazinin dhe nga Shkodra, nga trevat shqiptare, një vit para se të ngrihej flamurin Vlorë, u ngrit flamurin Deçis. Nëse i referon në kohës sotme, ka shumë talente në shumë fusha, në art, kulturë, sport, dhe normalisht malësorët janë shumë të vëmendshëm. Këto 2-3 vjet janë dy gjëra shumë të rëndësishme prapë që ka ndodhur malësitë madhe. Është futur xhubleta në UNESCO, njëkohësisht edhe lahuta e malësisë madhe po prapë në UNESCO. Roku është një person që unë e kam adhuroj, që ka punu me vite për të arritur këtu ku është, dhe realisht nuk ka se lën një pasuri vetëm për malësinë e madhe, por lën një pasuri për krejt kombin shqiptar. Është një artist pasionant dhe normalisht rrjedh për një familjes patriotike nga malësia e madhe. Dhe kjo për mua është e rëndësishme dhe për çdo banor të malësisë madhe, për çdo shqiptar, se çfarë lën mrapan. Kjo është gjëja më e bukur, nuk mjafton vetëm kjo. Ka nevojë për shumë aktivitete të tjera, sepse unë bëj krahasimet, kur unë kam shkuar në shumë festivale botërore, në shumë shtete, dhe shtetet aty organizojnë aktivitete të panumërta. Këtu janë ullur këto aktivitete. Duhet që shteti duhet të investojë më shumë, sepse në qoftë se ne kemi një patent që është shqiptare, është pasuria jonë dhe thesari më çmuar, është arti dhe folklori, tradita shqiptare. Një natë shumë e bukur vërtet. Jam Anila Hoxha, Gjermeni. Unë vi nga Milano, por jam nga Tropoja. Karrierën time e kam Milano dhe sot isha e ftuar për të kënduar këngën time Malli i Përdetit, që është kompozuar nga Edmond Gjulali dhe teksti Agim Doçi, dhe kisha shumë dëshirë sonte ta këndoja pikërisht në këtë teatr. Pikërisht në këtë teatr ku realizova rolin tim të parë, Opera Mrika, në moshën 16 vjeçe. Pikërisht këtu, në këtë skenë, u realizua Opera Mrika dhe unë isha Mrika. E prandaj emocioni im është i shumë fisht dhe kam shumë për të folur, por megjithatë sonte këndova këtë këngë për mallin, për nostalgjinë për vendin tim, që nuk mbaron kohë, domethënë, edhe dëshira e madhe është që të vi sa më shpesh, sa më shumë, të kujtojmë artin e vërtet. Patjetër, ishte një natë shumë emocionuese, ishte një maraton e gjatë, sepse pjesëmarrja ishte e larmishme nga gjitha zonat. Pa diskutim që isha e lumtur të isha, sinuse malësijet, kisha mundësi të takoj edhe mikeshën temë të vjetër Arbëreshe Lucia, që kisha gati 20 vite, po. Edhe pa diskutim që ishte një lumturi e madhe nata e sotme, një bashkim tingush, trevash edhe zemrash. Shumë kënaqësi, ishte një fest e vërtet sonte, kjo që faqe, një fest ku u shpalosën në fakt shumë vlera, u shpalosën muzika, u shpalosën vallet, me ngjyrat, me ritmet, muzika popullore dhe folklorike e malësisë madhe, e Shkodrës, por dhe nga të gjitha trevat, po themi nga shumë treva shqiptare. Sinqerisht, çdo artist kur kryen një obligim në skenë, ka emocionet e veta. Unë sonde një jem shumë krenar,
sepse kisha 3 datlinje. Datlinjen e ngritjes flamorit të Malësisë Madhe, datlinjen e shoqatës dhe datlinjen time artistike. Dhe një jem krenare sepse besoj që edhe në këtë edicion diçka bam të bukur në promovimin e vlerave etnokulturore të Malësisë Madhe. Sigurisht këto janë punë me sakrifica, sigurisht unë nuk jam i kënaqur asnjëherë me arritjet e mia, por gjithsesi unë sonde njihem krenare sepse më ka dhënë një shtys që përsëri edhe pak kohë me punu prapë, sepse mosha bën punën e vet. Ideja ime ka qenë qysh në edicionin e parë ku marrim Malësia Madhe, për me tregu brezitëri si Malësia Madhe e Angelin Parlocej, e Luk Kaçaj, e sa emrave të mëdhenj, të artit, të zhanreve të ndryshme, edhe kjo ishte ideja ime që nëpërmjet kësaj logoje ose kësaj gjetje artistike, ku marrin Malësia Madhe, paktën një herë në 5 vjet ta promovoj këtë ide artistike, edhe besoj që diçka ja kanë arritur qëllimin. Bashkia Malësia Madhe në vendim që Bashkia Komunandit, datë 22 prill 2026 jep titull. Qytetarë e Zotit Rok Franzita, me motivacion për punën dhe përkushtimin e tij si një qytetar bashkëkohor, si kontribues në artin e këndit folkloror dhe qytetar, si dhe në etnokulturën malësore, veçanërisht në fushën e folklorit, ku si drejtues i shoqatës folklorore Kënga Jote dhe në edicionin ku e mori emrin Malësi. Ka qenë promotor në vlerësimin e Malësisë Madhe me titullin e lartë deri në komë. Duke lartësuar të votë preventon Malësia Madhe dhe më të Rok Franzita. Kurse ke fituar, të drejtin mund ta gjykoj vetëm të drejtët. Ti do t'i gjykosh edhe ata. Të bash burën mbi gurë e të drejtohesh ka qini si kur t'ishte qini hyti i askujt në letë. T'ju dhamin sytë kur t'ju shohin, letë thonë, heu, sa drejtë rika shqiptari.